Përshëndetje dhe mirë se vini për jetimet bashkëprehuna. Sot jemi bashkë me një musafire të veçantë e cila ka një rrugtim inspirues në jetë dhe në profesion. Ajo është Fatime Morina, është mësuese dhe asistente e fëmijëve me nevoja të veçanta. Sot do të flasim për sfidat, përvojat dhe përjetimet që e kanë përmësu atë si individ. Ju ftoj me zemër me na ndjek deri në fund në një bisedë të hapur e të këndshme bashkë me Fatimen. Mirë se erdhe e dashur dhe faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit, kënaqësia është e gjithë e imja, padyshim. A mundesh me na fol pak për rrugtimin tënd, shkollimin, arsimimin, rruga për në medrese, e mandej edhe si studente e Fakultetit të Studimeve Islame. Qysh ka qenë edhe qysh ka nis ky rrugtim edhe çka keshe mujt me nda me neve sot? Patjetër është diçka që më foli me shumë nostalgjie dhe me shumë entuziazëm. Kur nuk lodh në atë të tregu dhe mundona që asnjë detaj mos më mik sa i përket kësaj nisje. Për shkak se unë e konsideroj shumë hynore dhe shumë begati prej Allahut, padyshim se s'kish pas ndryshe, unë me qenë këtu ku jam sot dhe me dash kaq shumë këtë punë, pa qenë edhe ajo që Allahu që e ka mbjellë tek unë. Ajo ndjenjë që Allahu ka mbjellë tek unë. Unë fillimisht kam qenë nuk kam pas një uri fare për medresin. S'kom ditë që ka mundësi me kry një shkollë ku ti pavarësisht që ti mëson edhe studion për fejt njëjtën kohë ti ecën edhe ecë edhe më thonë edhe pjesa akademike përpara. Unë gjithmonë e kam dashur fen. Edhe për këtë sen jam shumë falendëruese dhe du me shpreh falënderimet më të mëdha sot publikisht, edhe njëra prej arsyeve pse jam sot këtu është me shpreh publikisht falënderimin për gjyshrit e mi. Se pikërisht ata janë që e kanë mbjell dashnin. Nuk kam pas shumë ata. Për që ata që e kam pas shumë të bereqetshme, edhe e kam pas shumë të frytshme, edhe e kam përcjell drejt për drejt e kon. Më thonë, ata nuk është që kanë bërë diçka të madhe, nuk ka pas që kanë qenë studius fesë, as pak. Më thonë, bile gjithmonë e kujtoj fjalën e gjyshës tem. Kur unë u falsha me ta, gjithmonë i thosha, ne mbile e kom thirr. Ti thuj me zo, ashtu edhe jam mësu më falë, nëse dhe kësa ditë e falna prej saj, shumë doa që nëse di bëj, që shfy ku mësu prej saj, tu i thona ja me zo. Pesha thuj ti me zo, edhe unë i thonë pas teje. Edhe kështu gjithmonë e këmbedh sha dashurinë, se gjyshit e mi kanë njështu jashtë vendit, mirë po sa herë që ata vinin Kosovë dhe rrenin tek ne, unë gjithmonë me ata dojsha me flajt, vetë për mu që me falë sabahun, bashkë me ta, mos më mikë sabahu bashkë me ta. Edhe gjyshin tem non stop unë sot e kujtojnë. Ashtë atëherë nuk e kum ditë, po sot kur i mendoj dhe reflektoj, ai non stop nuk u lodh, domethënë, mas namazit sabahut, ka lexu, edhe nuk e ka lexu kur nuk e pas mundësi me pa Kur'anin që ka paj, më thon shtrit me lexu. Non stop ulum, të them sot çish nuk u lodhje. Sot na lodhim shumë shpejt, na shumë të rinj, po lodhëm shumë shpejt edhe nuk mundna me qëndru në atë pozitë që ai qëndrojke edhe lexojke me shumë pasion. Edhe që kjo dashnije e tëmve që ata kanë përcjellë të une, ka bo që une më konë ma insistuse dhe më konë ma kurioze me ditë ma shumë për Allahun. Sa kam qenë e vogël normalisht, kom ndjek mësime në xhami, e bëjsha me shumë pasion, me shumë gëzim, bile xhami nuk e kom pas afër me shtëpinë, po ndajsha shamin prej shtëpisë, edhe shumë me gëzim, unë ecësha drejt rrugës edhe kush qefsha të më shumë, i përshëndesha me selam. Edhe kjo më ka bënë asha me pas një lidhje shumë mirë edhe me njerëz e fshatit tim. Kështu që unë rastisht, përderisa isha në moshën, domethënë që e ndjeksha shkollimin e klasës 9, rastisht duke ndajt me familje pash një emision televizor në njërin prej televizoreve kombëtare, edhe ishin medresantat, edhe ishin gjimnazistët tjerë. Edhe aty flisnin, debatonin, po çfarë shumë më bëni përshtypje mënyra çish komunikonin, çish debatonin, ajo qetësia që ata reflektonin. Edhe po sa përfundonin në drejtova babit e tash. Bab, unë qëto, definitivisht, ku ka një diçka që po mu ishemi ndjek të dyjat një posesht edhe unë qëto. Se normalisht nuk ishte ideja a i gudzimi që me kërku me studiu veç për feje, për kak se kur një eshtë në zanë se e mi gjithë qyrë dësh me vazhdo edhe shkollimin, atin në farë forme me a përmbush edhe atë farë andrën e prinderve. Kështu që babi tha, në rregull, po shikom një hera ka këtë diku në afer, tana e shohimi qysh farhapa për marrë me matutje. Ata janë, prindit e me kanë qenë për krasit ta më të mëdhaj. Do të thonë, unë kur nuk kom fëmijë në farë forme, se gjithmonë më kanë lënë me i marrë vendimet vetë. Edhe kjo më ka bo që me u pjekë edhe më kone guximshme edhe një farë forme më kone sigur për ata çka unë e duhet dhe çka ata unë e bëj. Se më kone e lirë gjithmonë me zgjedh ata çka mu më përmbush. Kështu që babi mori informata doli. Se unë jam e komunës Kamenices. Tash, kur shkoj në Kilan,
ka rënë kontakt me disa njerëz, i kanë thonë, po këto është vetëm për djem, se paralele në Gjilan ishte vetëm për djem në atë kohë. Edhe kur erët, më tregoj, unë fillova me qajt. A di se më ra ajo që kam rekesh me shumë entuziazm të e prita dhe najtë përgjigjen. Edhe ajo ka për qafe, më thotë, ti e din që unë jam për ty gjithmonë, edhe nëse nuk ka heqbre Kosovë, kena me provu, kena me shku në Shqipëri, e provon që mund është me najtë vazhdon, që nuk mund është këthejemi, ju e kur gjë kërkujt, vazhdon jeta. Edhe okej, ma largoj ato. Ta nga tu pyet njerëz të ronë kontakt na, morëm informata që është paralela vajzave edhe në Prishtinë, edhe në Prizren. Normalisht unë u pranova në Prishtinë, erdha me shumë qef, me shumë kënaqësi, gjithçka e re për mua. Domethënë, mu gjithmonë më ka pëlqyer mu fal, por gjithmonë më ka pëlqyer shamia. Kur isha me shoqen në shkollë fillore dhe atëherë ke pas shumë pak raste me shami. Kur e shifsha dikon e thosha, "O don kur të martona, atë isha shumë fillore, të komenu që vesh kur tritë shumë e madhe martosh, atë më bën me vnu shamina." Ama asnjëherë nuk e kam ditë ato që çka është farz, çka është obligim, cilat janë ato përgjegjësitë tona ndaj krijuesit, nuk e kam ditë. Kur unë erdha në medrese, normalisht na fillimisht uniformë e kena pas shamin, por asnjëherë obligim. Nuk ka qenë diçka që neve na ka obligu. Por derisa na vetë e kemi ndjej dhe kemi marrë vendimin deri tek mbulesa. Shumë lexojshëm. Në atë kohë kam lexuar tepër shumë. E ndjeja kënaqësinë edhe njihsha mirë shpirtërisht të lexu. Të njoh, se çfarë formë njihsha veten unë. E njihsha, e mësojsha ato që mu është kam flan zemër. Pastaj ishin edhe ligjëratat pa dyshim edhe profesorë aftohen që të nkona falë që na tregojshin që çfarë përgjegjësie, çfarë vlere, çfarë veçantie që na jena sot tu jena të përzgjedhë, është e vërtetë se na shta rrethin në temë kur unë ju marr, a kanë qenë 3-4 vajza në krejt rrethinën, domethënë që kanë studiu fen. Edhe për më është kjo privilegj, po të njëjtën kohë dhe rritën përgjegjësitë normalisht, secili privilegj ngërthen vetë edhe përgjegjësitë më dhaja. Fillova medresen, ja dola, pavarësisht se sfida ishte shumë e madhe, mërzia ishte shumë e madhe, po unë gjithmonë nuk kam qenë mbajt brenda, dhe asnjëherë nuk kam bëu mi kuptu prindit që okay, unë jam tu mërzit. Ka qenë shumë sfiduese, domethënë, ka ndodhur ndoshta që me javë, a kam hongër buk një herë në javë, tu hongër ty diçka tjetër se nuk flake, nuk pëlqejke, sidomos edhe kur jenë moshë shumë e re, po 15 vjeçare kam dalë prej shtëpisë. Mirë po në gjithmonë të dash me ja tregu dhe me ja shpërbly mundin që ata kanë bëmë. Jo veç prindë e mi, mos harroj me përmend asnjëherë. Kanë qenë ata dhe xhallarët e mi, nashta prindë e mi ma kanë dhënë përkrahjen morale dhe kanë besuar fuqishëm tek unë, po të njëjtën kohë kanë bërë dhe xhallarët e mi. Ata edhe pse kanë qenë larg fizikisht, mirë po shpirtërisht kanë qenë gjithmonë me mua. Njëjtë, domethënë unë ata nuk muj me i nda prej vllaut edhe prej babës sem, gjithmonë kur flas për ta, ata hin me një kallëp, domethënë gjithë ata. Ata kanë qenë mbështetësit qoftë materialisht, qoftë emocionalisht edhe ndaj meje. Kështu që jam falënderuese shumë edhe mirënjohëse ton jetën. Kështu që medreseja përfundoi bilet po duk këtu tek medreseja me përmend edhe njoftimin ton për shkak se unë e konsideroj se çdo njeri që hin jetën tem, hin për një arsye. Edhe qëllimi i njoftës me ty ka qenë ashta që asë kum pas idenë kush je, unë kom qenë fëmijë vet, edhe ti i rastisht unë ke shkruar dhe ke kërkuar ndihmë prej meje sa i përket përfundimit të medresesë për shkak gjendjes tonë, domethënë ti e ke ndjek jo fizikisht medresen. Edhe këtë ka kryu si diçka për mu nëse normale, pa e ditë se kujt janë të ndihmu. Edhe kur ty të kom pa mas disa viteve, kur ke dalë në pa edhe me gjitha suksesin tënde dhe elhamdulillah përgëzoj për gjithë punën që e bën sot, ajo është që okej, pas na ditë që pas na vohet edhe ndihet një farforme pse jo më bo shkak për një punë të mirë me pa dikon mirë. Unë e shumë gëzona kur e shoh dikon, qoftë sa do pak nëse unë jam përgjegjëse me pa dikon që është ngritë dhe bën punë të mira. Njëjtën kohë kam vazhduar edhe studimet. Pas përfundimit medresesë, fillimisht nuk është shumë drejt kom shku në fakultetin e studimeve islameve. Një vit unë u pranova edhe u regjistrova fakultetin e shkencave matematikore. Më kanë shku shkencat, edhe i kom dash shkencat, e kom dash matematikën, shumë e kom dash matematikën, por jo për me studiu. E kom dash atënacin që ma ka dhënë për zgjedhjen e detyrave, edhe ato veçantin që ta ka dhënë se jo shumë kushti ka shku matematika, po jo për me studiu. Po më shumë e zgjedha për shkak nashta mendojsha që kjo ja përmbush unin prindëve më shumë kur e zgjedh një drejtim që jo çdo kush e zgjedh. Mirë po, nuk ishte ajo që unë isha mësuar. Nuk musha me lexuar Kur'an, ç'është unë isha mësuar. Namazin nuk musha me bo ç'është unë isha mësuar. O desh keni namaz me bo me gjetë në një skut dikon, ku ti më fal për shkak se ligjëratat ishin deri në 8 mbrëmje, ti kishe pa mundësinë me më kthy në shtëpi ose në banesë edhe me bo namazin. O desh ke më u gjetë, me mbijetu në atë formë.
Edhe unë nuk e reflektojsha tek familja ato që ata ishin mësu me pa të une, atë energjin, atë entuziazmin, edhe një ku e shifshin që unë shumë po lullna, edhe babi po më thot, shiko qika jam, une nuk unë vyn shkolla jote, më duhesh ti, më duhesh ty me të pa mirë, andaj gjithçka që ty të bën mirë, mu më bën mirë, gjithçka që ty të bën të keq, edhe mu më bën keq. Edhe që kjo fjallë, më ka ba me thonë, okej, unë kom e regjistru fakultetin, po këthejna aty ku unë jam bazë, se dhe me thonë ka aty ku unë nina shpirtin e shmire dhe besoj që aty kom e dhonë kontributin edhe ma të madhë. Edhe elhamdulillah, kur u regjistrova, a më gjithë tonë pa dyshim e shoh një diçka prap që Allah e ka dashur që unë me dash ma shumë pastaj në drejtimin që e kam zgjedh. Se atë vit që unë e përjetova larg studimeve islame, unë e pash sa e thatë jam edhe sa pak vlej nëse nuk jam unë këtu ku jam. Edhe boni që me pas vullnet edhe fuqi shumë atë ndaja gjatë studimeve të mia. Përfundun edhe studimet, rezultatet elhamdulillah maksimale, edhe gjithmonë synimi ka qenë edhe nga ana profesorëve që nuk duhesh me lënë vetëm me këtë fakultet, vazhdo tutje, se mundesh mi dal, po zdi, edhe tek e provova një herë, mundesha që fihin hak studime fetare dhe asnjëherë nuk tentova përderisa i përfundova gjatë deri tek studimet master, derisa arrita mi përfundua studimet master, nuk shikova diçka tjetër. Pastaj, tu e pa rrjedhat e jetës, tu e pa dinamikat e jetës, unë mendova që, sinqerisht, nuk është që, tash po flasmi nga ana materiale, nuk është që ky profesion ty të jep ato çka ti e jep, nuk mundesh me marr, asnjëherë. Kështu që u deshje me gjetë rrugë ku në të njëjtën kohë i përmbush edhe i plotson edhe familjen. Kështu që vendosa që me studiu diçka. Po krejt fakultetet nuk e kisha dyshimin që unë kom i ardhur deri në fund, po nuk më flajshin zemrën. Nuk isha ajo që unë zgjedhsha. Deri në moment saktu kur u informova për kualifikimin e nivelit 5 për asistent për fëmijë me nevoja të veçanta. Edhe thash, okay, që kjo është. Se gjithë synimi jam gjithmonë ka më ndru, më kon e inkuadrume në një farë misioni ku jam një dorë që ja shtrin atëve që ka nevojë. Po gjithmonë më ka dogë diçka shumë e pamundur. Të shahun e mundësi familjare jo. Nuk kam një punë që m'jap talë ma shumë të mdoja që mund me bo një gjatë tillë. Po çish kom ja dalë, a mu ka qenë njeti. Pikërisht është njeti, pikërisht që unë e kam, më thonë, si ideal, se diçka që unë e kam gjithmonë kokë, edhe gjithmonë lidhem edhe nisem pikërisht për njetit. Edhe kur më ka binë që diçka që ti e don me të vërtet, edhe kërkon me të vërtet tek Allah, pa dyshim që e kam realizu. Po, mja mefton ajetin ku Allah në Kur'an thotë që ai nuk ja hu mundin askujt, qofshin ata besimtar apo jo, qofshin ata femër apo mashkull. Nëse ti e ki njetin edhe e din çfarë po don edhe ku po don me arrit, Allah i lehtëson rrugën. Nuk po them që s'kena me pas sfida, po lehtësohet rruga edhe ti sheh vetëm copën, nuk sheh pengesa që dalin gjatë rrugës. Edhe elhamdulillah tash të dy këto profesione, unë personalisht asnjëherë nuk ju them profesione,
tek njerëzit, po ashtu edhe njerëz që të tjerët i bojnë mundi mirë, rahat, e mos mundi as pak të tjerët të rrezikuar ose mundi siklet prej prezencës tënde. Këtë gjë nuk ja uroj askujt, aq më pak, domethënë me përcjell fëmijët e mi tek të tjerët. Fatime, ty të ka begatu Allah me 2 profesione të shejta, ajo si teologe edhe tjetra si asistente e fëmijëve me nevoja të veçanta. Qysh e balancon edhe ekuilibron punën mes këtyre dyave? Elhamdulillah, padyshim që falënderimet më të mëdha i takojnë Allahut që më ka mundësu me gjetur në veten tem. Po thuaj se këto të dyja balancojnë vetë, se kanë shumë të përbashkëta, qëllimet janë të përbashkëta. Andaj edhe puna ndërlidhet njëna me tjetrën. Nëse muj me qujt, njëna teoria tjetra praktika, kjo pikërisht ma ka mundësu puna me fëmijë me nevoja të veçanta, me praktiku, jo vetëm këto përvojën tanë punës me studente, po edhe krejt ato që unë e kom mësu gjatë shkollimit edhe rrugtimit tanë drejt fesë. Nashta shumë vite kom folë se qysh duhet mos sill me tjerët, qysh duhet mi kuptu tjerët, qysh nuk duhet mi paragjyku tjerët, tash ka ardhur koha që ato më i vendos praktikë. Edhe kjo më bën që unë me e pas nashta si një zile në kokën time që okay, çka je të bo, e ke edhe me kon korrigjues je më i mirë, pikërisht puna me fëmijë me nevoja të veçanta. Me pa ku unë jam, me pa ku mësimet e mia çka kanë lënë ato në gjurmë në identitetin tim. Andaj balancohen shumë lehtë, se të dyja për qëllime kanë të dyja duhet mi u përshtat personave që i ki përballë, në të dy rastet. Në të dy rastet i gjithmonë jenë holomteme dush me konë në trend me kohën e se muj me quj shtu, se çka atyve pjo duhet, çka ata e kanë të nevojshme, ku ata po i prek, dhe më thonë, çka është aja që ata po them i dhez, ose çka është ajo që ata i qet në pa, dhe çka është ajo që ata i plotson. Andaj duke qenë se të dyja ndërlidhen lehtësisht me njëra tjetrën, e bën që unë me mendu që i kam një profesion dhe nuk e kam as pak vështirësi. Të dy rastet unë mundohem që me e nxjerr në pa vlerat islame. Do thonë, në njëjtën kohë më jam mësu vlerat islame, në njëjtën kohë unë i praktikoj vetë ato vlera islame që i plasoj tek të tjerat. Edhe kjo e bën pikërisht ato që thash fillim, teoria e përmbush praktikën. Edhe kështu që bashkërisht ato plotësohen edhe vinë në një përfundim mirë inshallah. Nuk është e lehtë asnjëna prej këtyre punëve dhe e përmend edhe më herët që ka edhe përgjegjësi të madhe. Qysh arrin me i njoft nevojat e fëmijëve me nevoja të veçanta? Sa është e lehtë edhe thjesht për ty me i lexu nevojat e këtyre fëmijëve? Gjithkohë ku ka dashni, rruga çelet. Unë fillimisht, ajo që fillimisht ja ofroj, është dashnia. Mundohem që ata mundi sigur krahas meje. Edhe në momentin që dikush është i sigurt, atëherë ai e shfaq atë brendshmën. Edhe ku pas kohë, gjatë punës me ta, shihet edhe nevoja që ata posedojnë. Për shkak se non-stop, një farë formë jeni farë psikologe ndaj secilit fëmijë, se secili fëmijë është ndryshëm, secili fëmijë është unik, edhe secili fëmijë ka nevoja ndryshme prej tjetrit, ka përparësi ndryshme prej tjetrit. Andaj, kjo pikërisht është ajo që e bën që mu ni rahat. Unë fillimisht ja ofroj rrotësinë, atë sigurinë që unë jam aty për ta, jam shumë në gjendje gatishmërie me bo për çka do që ata kanë të nevojshme. Edhe asnjëherë nuk lodhem. S'du me pa asnjëherë që ata unë jam i lodhur për punës që e bëj gjatë me ta. Ndon asnjëherë. Ka raste për shembull kur zonë se më thotë, po pse unë jam çështu, po të lodha, nashta edhe në një moment saktun kur nashta duhet me përdor më shumë forcën fizike, e thon, jo, absolutisht, Zoti ka dashur, ti je bekem për mua, nuk je as pak lodhje për mua. Edhe këtë formë ajo më nuk ka me hezitu me kërku diçka për meje, se ka atë lirin që ajo edhe secili prej neve e don. Jemi dëshmitar që gjykimet ndaj grave me mbulesë dhe femrës muslimane janë të shumta. Qysh ka qenë ky rrugtim për ty edhe sa ke hasën vështirësi edhe në gjykime gjatë rrugtimit tënd? Qysh i ke përballu ti këto sfida? Shikom, secila grua, qoftë ajo praktikuese apo jo, ka sfida. Vetë që në grua, kur del në shoqëri, është sfiduese. Por normalisht që sfidat rriten kur ti je një praktikante, je një grua me shami, do të thonë një praktikante fesë edhe një vajzë e cila
ka diçka mbi kokë dhe dashte pa dashti e shfaqesh për ato çka ti ke brenda. Edhe une, si kurse shumica e femnave, grave me shami, nuk është që kum pas një fush me lule, gjithmonë, po besoj që gjithçka kalohet lehtësisht kur ti je shumë e sigurt për ato çka ke ndërmarr, për vendimet që ti i ke bo. Në thonë, kur ti nuk i dyshim për ato çka je tu e bo, gjithçka tana është një sfidë, po diçka nuk më thonë një sfidë e vogël, edhe nuk i sheh fort. Normalisht në fillimet e mia studimeve ka qenë ajo frika se ku me dal, ku me mujtu në me shfaq që ta që anë jam të e bo. Biles po du me përmen këtu, diçka si që sharake komunikimin me vjerën tem, ajo non stop e kish ka dertën. Po shumë jeni të bo, të ketë, po be mirë, krejt këtë mësim që jeni të e bo. Po qysh tjerë kanë me di që jo që ka gjithdeni, qysh keni me mujt me plasu, qysh ka me ju dhonë mundësia që ju me shfaq ta që e deni, qysh keni mu punësu, derti staj non stop ishte punësimi. Dhe njëjtën kohë po du me falemnderu, publikisht edhe me shprehje njërit mia të më të mëdha për krajen edhe e vazhdueshme edhe besimin e fuqishëm që ajo ka në mua, që unë ja dal çdo punë që ja nisim. Edhe non stop në farforme u mundosha mi bind, si prente me si ato, si rrethin që okej, ata që mu, Allah ka shku rres për mu, s'ka kush që ma merr. O bre, edhe nëse më del për kom të bëj përballë me një person i cili hiç nuk e don fen. Po Allah ka me vënu një perde që ai ka me pa në aftësitë mia edhe jo ato çka unë e kam mbi kokë, po ato çka unë e kam brenda kokës. Edhe kur njëjtën kohë ja thosha atynve, po të njëjtën kohë bindja jam u forsonte edhe më shumë, edhe tani nuk shisha asnjë barrierë, asnjë sfidë. Kështu që kjo ka qenë ajo, më thon, normalisht ajo paragjykimi, po paragjykimin nuk e marr shumë që është vetëm për neve. Normalisht secili e merr për vete, për shembull na vajzat me shami mendomi që paragjykumi, nuk është nuk paragjykumi, ka raste shumë, ka njerëz që janë paragjyku shumë, po paragjykimet duhet me mendu që ekzistojnë edhe janë aktuale tek të gjithë njerëzit. Paragjykohesh pse je me shami, paragjykohesh për një veshje të caktuar, paragjykohesh për një bisedë të caktuar, për një debat të caktuar, paragjykohesh për një nevojë të caktuar që e ke ose që e shfaq. Kështu që janë sfida të cilat i përmendan pika të rrasha, ku e prekin gjithë secilin, po mirë po dështa më shumë me undal në ato që gjithçka kalohet e gjithçka është e lehtë kur ti je bindur në ato çka ti po don me e shfaq. Gjatë punës tënde si edukatore mësuese në konviktin e vajzave, padyshim që ato edhe të shohin si modele dhe si figurë tepër më rëndësi dhe me rol të veçantë në jetën e tyne. Cilat janë ato mesazhe që ti zakonshëm ua përcjell dhe ua dedikon, po rekomandimet që ti në vazhdimsi ua jep këtyne vajzave që ato me pas sukses në jetën e tyne? Shiko, mundona që mesazhet që e përçoj me qenë të përgjithshme edhe më konë të aplikueshme për secilin për tyre. Do të thonë, nuk mundona me impliku diçka te ta që ndoshta për dikon është e lehtë, për dikon është më e vështirë. Gjithmonë e marr shembull, një sigur se trupi jon për më mbajt ka nevojë për ushqim. Truri jon për me qenë funksional edhe aktual ka nevojë gjithmonë për dituri, më mbush me dituri. Edhe shpirti ka nevojë për diçka, ka nevojë më u përmbush. E këtë përmbushje e ofron vetëm besimi i drejtë. Edhe kjo është ajo çka asnjëherë nuk i lë me nënkuptu, në këta që nëse ti beson ose je praktikues edhe krejt i në rregull, në të s'keme pas kur probleme, s'keme pas kur sprova, kur sfida. Përkundrazi, këtu kanë me ushtu, kanë me qenë edhe më të mëdha, po ti ki me i përjetu ndryshe, ti ki me pas një qasje tjetër në tajtënve, sepse e ke dorëzu krejt ndjenjat e tua, krejt punën tënde në diçka që është një sipërfuqi shumë e madhe, që nuk mundet me i bo ball askush, nuk mundet me ndal askush. Kur na mundohemi me mbjell që tonë tek secila, besoj që ato janë të përgatituna për me u ballafaqu me gjithçka që i vjen jetë. Kur ato e bindin se me të vërtetë që kjo është e duhuna. Pastaj asnjëherë nuk i lë me nënkuptu që mjafton vetëm me lexu Kur'an, mjafton vetëm me fal apo me ndu me mbulesë. Jo. Këto nuk mjaftojnë nëse nuk i përjetësojna. Nëse nuk i bojna plan jete, program jetës, nëse këto nuk aplikohen për ditëshmërinë tonë, atëherë ato nuk kanë kur një farë vlere. Se një farë formë e bomi si robot, vetëm e boni gjë edhe nuk e dina vlerën, nuk e shijojna, nuk e ndjenja, e gjithçka që i hik ndjenja, i hik edhe jeshia, i hik edhe ajo çka me të vërtetë është qëllimi tënd. A është vështirë me punu me adoleshente, se në kohën e sotit do më thonë ndikimet të ndryshme teknologjisë, po edhe mënyra dhe dinamika jetës padyshim që ndikojnë edhe në personalitetin e tyne.
Për ty sa ka qenë e vështirë me balancu në këtë aspekt, punën me ta dhe me ndërvepru me të? Normalisht, secila profesioni ka të sfidat e veta. Ka qenë sfidë, po më ka mësu shumë. Unë vetë pastaj kom pas çish kom reagu edhe si më ka mësu me bë durim. Për shembull, si ky rast nashta shumicën, edhe pse nuk kom pas shumë raste për shkak se ja prit mirës edhe nuk i lo hapësirë shumë nashta të keqes. Edhe për këtë arsye nuk është që kom pas në rast, po ka pas raste kur për shembull nuk jam pajtu me ata çka ke thonë ti. Është fjala në fillimet. Më thon, pse ti mendon që kjo është e mira për mua, ose unë çështo jam. Zë më thon patjetër mu falu në zemrën e mirë kom që e kena shoqnin ton, pikërisht kjo përcjellet edhe në gjeneratat e reja pastaj. Mirë po, asnjëherë nuk dyshoj që njerëzit janë të mirë, e kanë zemrën e mirë. Po krejt kjo nuk e ka atje shinë vet kur ti nuk je falendërues ndaj krijuesit tënd. Nuk i respekton atë çka ti është përcaktuar nga krijuesi jot për ty. Pavarësisht se nashta ndonjëherë ti je i bindur plotësisht në ato çka ti që duhesh me bë, po kanjëherë ki edhe se je skeptik në ato çka jetu e bë. Po kur ti e din që ka ardhur një urdhër i Allahut, atëherë ti dorëzohesh edhe i përkushtohesh pikërisht për shkak se është urdhri i Allahut. Njëjtë mund me thon, nuk mundesh më kon punëtor i mirë kur ti nuk i ndjek urdhrat ose nuk shkon krahas rregullore se një institucioni ku ti punon. Nuk mundesh me marr ta, dhe ti nuk mundesh më kon një besimtar i mirë, një njeri i mirë kur ti nuk i ndjek urdhrat e atij që të ka kriju. Andaj edhe duke qenë e bindur në ato çka unë e tham edhe duke pa ato vetë shembuj konkret. Normalisht ato që vinë treja gjithmonë e marrin shembull pastaj edhe studentët e vjetra, të cilat i kanë kalu hapat e njëjtë. Pastaj neve na mjafton me marr shembull jetën e pejgamberit alayhis salam. Momentin që na flasim hadithet që na i ka thënë pejgamberi alayhis salam, mundumi me pasu rrugën e tina, atëre nuk ka shpirt që se pranon. Edhe prandaj është e lehtë. Alhamdulillah. Puna me fëmijë me nevoja të veçanta është sa mbreslonse aq edhe sfiduese. A ke ti ndonjë moment që të ka mbetur në mendje apo që je ndije sfidume prej këtyre rasteve? E gjithë kjo përvojë dhe gjithë kjo punë e cila normalisht është tash e vazhdueshme, nuk është diçka që ka përfundu, e ka atë llojin e vet veçantë. Edhe na si njerëz besimtarë dina se çfarë vlere të mëdha ka edhe çfarë probleme të mëdha kanë ato familje të cilat kanë një fëmijë në familjet e tyre, një fëmijë të tillë. Ato sigurisht na prej kandit tona dina sa shumë begatime të mëdha kanë, edhe ata vetë ndjejnë se duke qenë në komunikim të vazhdueshëm me ta, ata janë shumë falendëruese, shumë mirënjohës. Ajo çka nashta e bën skeptike dhe çka ata i bën me dyshuese ndonjëherë rreth kësajna është pikërisht nashta rrethi shoqëror, rrethi ku na jetojna, nga paragjykimet që ata hasin si familjar të tillë, po nga kjo karrikë sot kisha dashur me dhënë një mesazh shumë të madh për këto familje, të njëjtën kohë me i përgëzu edhe me falendëru, se e shpesh herë mendoj që nashta barrën e krejt neve e majnë pikërisht ta prind. Nashta këtë prindve tjerë e majnë pikërisht ta. Një farë forme adin e krahasoj me ato, se na dina si studiuese e fesë që studimi i fesë ose thirrja për me besim është farz i individual. Mirë po bjen momentin bëhet farz i përgjithshëm kur dalin disa persona dhe e bën një gjë të tillë. Edhe dyqysh e bëj krahasimin, them këta prind të cilët kanë fëmijë me nevoja të veçanta, në farë forme e marrin atë farzin ja ajm prej neve edhe na largojnë ashta atë farë sfidën që ose sprovën që na kishme mujt secili për neve me pas. Andaj falenderoj pafundësisht që arrin me u qëndru afër këtyre fëmijëve edhe me u fal aq dashuri kaq të madhe, se krejt në fund ditës ajo çka ka nevojë, po dhe na si njerëz, po sidomos kjo shtresë është për ngrohtësinë, afërsinë, dashninë që na ju japim, po të njëjtën kohë dhe ja pranojna, se këta kanë dashni të pafund. Veç ata që janë kontakt non stop me këta fëmijë dinë me të vërtetë çka është dashnia, të cilën na japin pa pas asnjë lidhje, as farefisnore, as kur qofit e s'lidhje, dhe më thonë thjesht një lidhje nashta asistent edhe nxënës. Mi po, përvoja janë primat ndryshme. Normalisht, gjithmonë është ajo farë pikpyetja në vetje që a kom ja dalë, se normalisht rasti për rasti dallon shumë. Nuk mund asnjëherë me thonë që njëjtën metodë, njëjtën mënyrë ku me përdor te secili.
gjithmonë të kohën do të më kona angazhume edhe të procesu ide se çka po funksionon. Shpeshherë nashta ato që ti ke menduar që po funksionon, nuk ka me funksionu. Edhe gjithmonë kemë qenë në hulumtim se cila është ajo duna, çka dona me bon tashmë tutje. Po gjithmonë pa mos harru që ajo çka është esenciale dhe është synimi jonë që ta fëmijë më konë pavarur. Edhe thjesht ta fëmijë mund ditë pranum shoqërinë tonë. Edhe këta fëmijë mund di rahat çaty ku janë. Më konë pranum shkollë, kur vjen klasë, mos me pas frikën me ngri dorën. Mos me pas frikën me thoni përgjigje që aje mendon. Elhamdulillah për përvojës seme, kom pas rast e kam tashmë aktualisht jam të asistum një nxënëse, e cila është në klasën e 6, e cila deri më tash nashta nuk e ka pas atë guximin, ka pas shumë ma shumë bagazh, ka pas shumë ma shumë njëri, po ka qenë e kufizuar në dhënien e përgjigjeve. Domethënë, ka menduar që çka që është e mjaftueshme. Nuk mund me dal prej stëmve kallëpit që ju është servu. Edhe kam bo, falë, domethënë, angazhimit edhe pranimit të sajnë prej meje, ka bo që me dalë pa edhe me u përmen mesin e krejt shkollës. Domethënë, askush nuk thotë më klasa, që kjo klasë, po thonë klasa e kësaj vajze. Domethënë, dej këtë pikë. Edhe elhamdulillah, mu mjafton kur unë e përcjell atë vajzë dhe prindi më thot Allah që përblef me plot gojen. Edhe e shoh atë kënaqësinë, e shoh atë buzëqeshjen. Tek ata është diçka që me të vërtet nuk paguhet edhe nuk zëvendësohet me asgjë tjetër. Qysh e sheh rolin e gruas muslimane në shoqërinë tonë dhe çfarë impakti mendon që mundesh me dhënë ti si një prej tyre? Po mendoj se fjala gjithëpërfshise për gruan muslimane është se mujna me thonë që ka një rol multifunksional. Thonë sot gruan muslimane e shohim në dimensione ndryshme, në përfusha ndryshme, në për ato rrugë nashta që më herët nuk është guxuar as me ju përmend, i shohim në arsim, i shohim në politikë, i shohim në shëndetësi. Gjithçka që ka në rrethon neve në shoqëni sot e shohim. Edhe është bërë mëse e pranueshme mendoj. Pavarësisht se ende ka punë më bon këtë drejtim, po mendoj që është rrit fushat ku femra muslimane mundet me ndërvepru. Po të njëjtën kohë është rrit edhe përgjithësia nga ana jonë. Për shkak se na e dim shumë mirë rolin që Islami ja jep gruas. E dim që pikërisht femrat, qofsi nën, qofsi vajzë, qofsi në çfarë do aspekti, qofsi grua, çfarë do aspekti që ajo është, ka përgjithësi duke u nis për familje, do të thonë, na dina që ajo është urlisja e familjes për çdo gjë. Do të thonë, si në aspektet e brendshme, po ashtu edhe në aspektet e jashtme. Elhamdulillah, Allahu ka çelë rrugë, edhe ka bo me u njohë se kush janë të vërtet gratë muslimane. Mirë po, mendoj që sfida më e madhe e gruas muslimane sot është arritja e balancimit në mes përshtatjes shoqërore, duke mos i humbë virtytet fetare. Po mendoj që duhet me pas shumë kujdes këtë aspekt. Na gjithmonë edhe gjithsesi vetë feja jona mëson që na duhet me konë shërptore të shoqërisë, me qenë gjithmonë përgjigje ndaj kërkesave dhe nevojave që shoqëria jonë sot e ka, po gjithmonë të mos i harru edhe ato kufit tanë. Të mos dalë prej kornizave që Islami ka përcaktuar për neve, e që na s'kena as ma të voglin dyshim që janë vetëm dobi tonin, asnjëherë ndom tonin. Sot elhamdulillah shohim shumë mualime, jo vetëm në aspektin rajonal, po dhe global, që janë të bënë një punë pa kontestueshme. Ndoshta më herët ku nuk e ke pati një femër të dhomë sin për fe. Po sot në çdo fshat, çdo qytet mos flasmi, shohim që janë të angazhuar dhe janë të punu fuqishëm që me mbroj shoqërinë tonë. Me ja rikthy vlerat shoqënisë tonë. Me punu pikërisht aty ku shoqënia jonë sot ka nevojshëm, tek morali, vlerat morale. Mund me pas shumë njerëz suksesshëm, po momentin që këto mungojnë, të parat mungojnë, atëherë ato tjerat, për mendimin tim, gjithmonë syrin tim, shumëzohen me zero. Edhe nuk një mbet asnjë farë vlere. Andaj, nashta si mesazh, mas pari duke u nis drejtim të vetes, kishte me qenë pikërisht ajo, që ta japim maksimumin tonë, ta japim ato thjesht Allah që neve na ka dhënë. Do të thonë, ta kryjmë amanetin Allahut, po gjithmonë të mos i harru ato çka na jena të përfaqësuar. Ti keni përvojë mbreslanse dhe një prej tyne është edhe si mësuese e fesë në konviktin e vajzave. Çat ka mësu kjo përvojë 6 vjeçare dhe çka ke marrë prej saj edhe çat ka ndikuar personalitetin tënd?
Padyshim, aty ku flitet dhe mundohet që me mbjell dashurinë për Allahut, s'ka dyshim që ka me pas suksese dhe ka me pas ngjarje për më të ndryshmeve. Ne gjatë punës, si mësuese 6 vjeçare, kemi pas të bëjmë me vajza që na kanë ardhur prej familjeve ndryshme, tradita ndryshme, kultura ndryshme, vendeve ndryshme, e këtë kjo e ka bu që përvoja jonë mu pasuru edhe ma shumë. Kem pas raste dhe kem raste ku vinë vajzat që nuk e kanë as idenë më të pakës që çka është shahadeti, nëse moj dëshmia, e cila është pjesa kryesore kur dikush don me hyrë në islam. Mirë po, jemi dëshmitare të shumë suksese dhe shumë të vajzave, shumë të mira, të cilat na kanë dalë edhe nëse fillim kanë ardhur pa kur gjo heq. Biles ndoshta është më lehtë më punu atëherë kur nuk e ka një bazë, sa kur është një bazë dhe nuk është e mirëfillte dhe nuk është e përpunuar, nuk e ka brumin e mirë. Kjo periudhë 6 vjeçare ka qenë diçka që ka qenë ka shku me hap pa të vegjël, po shumë sigurt. Ka qenë një rrjedhje pik, po që ka dash Allah me dhon bereqet. Na shpeshherë mundohemi edhe ndoshta nga modestia, nuk ja pranojna vetës se çfarë suksesi ke po është me të vërtet kënaqësi shumë e madhe kur ty je në shtëpi duke ndajt edhe të vjen një mesazh, vetë mësuese kom fillu me u fal, ose mësuese kom vendos me mendu shamin, ose mësuesi jam të lexu shikam apo ma ndëgjon, ose në pyetje për ma thjeshtave. E kjo është një kënaqësi që nuk ta jep asgjë tjetër. Duke qenë konvikt, normalisht s'ka qysh me tik me mësu, me pas përvojë jetësore edhe durimin. Të ka bu me kuptu, edhe atëherë nashta kur të shton një fjalë ma shumë, ose kur nuk je kuptu, është dash me gjetë mënyra prej më të ndryshme që ju përshtat mentalitetit, kulturës, mënyrës së të foldurit me secilën prej tyre. Me qenë sa më afër atyre. Konvikti është një streje që duhet me ta ofru ty një farë me ngrohtësinë familjare. Edhe si i tillë, asnjëherë nuk u mendu që kursi jonë fetar me qenë vetëm fetar. Po me pas aty më konë i larmeshëm, që vajzat që vinë aty më ndjesi sikur janë të folë me prend ose me një motër ose me dikën që kanë shumë të afërt familjes. Edhe elhamdulillah po i tillë ka kontestuar, edhe pse nashta shumë prej tyre kanë hezitu në fillim me ndjek kursin, pe çuj kurs, po pastaj kanë dalë shumë të kënaqshme dhe e kanë lypë dhe e kanë ndjenë nevojën. Kemi raste kur neve, edhe pse nuk janë aktualisht në konvikt vajzat, kërkojnë që të paktën në kurs me ardh. Edhe pse në kurset zakonisht i mbajmë në orë më të vona, domethënë prej orës 8, për shkak se vajzat janë me ligjërata dhe kanë angazhimet e tyre tjera ditore. Prap ato e gjejnë forcën edhe më marrën nashta prej vendbanimeve për më ndryshme, veç me qenë mos me humb kursin. E kjo sigurisht që më bën muni shumë mirë edhe shumë krenare me punën që e bëj. E du shumë, gjithçka që mu më afron tek Allahu, e shoh diçka që më plotson. Më plotson edhe e shoh nevojshme për ciklin tim të jetës. Me vajzat konvikt normalisht kemi pas raste kur nashta kanë dashur me vendos mbulesën, po normalisht familja nuk i kanë lënë, kanë hezitu, edhe gjithmonë kemi qenë ata që kemi mundu me mbajt balancin mes vajzës, në studentës, po të njëjtët kohë dhe familjes. Mos me ndiku as pak që ato me i prish raportet me familje. Asnjëherë nuk ja kemi dhënë atë formën që me thonë lejen që ato me marrë një vendim pa qenë dakord familja, ose pa arrit kënaqësinë edhe tek familja. Kështu që derisa kemi marrë këtë pikë, gjithmonë ja kon kontakt, kemi bisedu, edhe kanë kuptuar edhe ato që kënaqësia e familjes pastaj sjell edhe kënaqësinë edhe në fe. Kënaqësia e fesë sjell edhe kënaqësinë në familje. Janë domethënë dy gjëra që shkojnë paralelisht. Edhe unë e di që shumë prej prindve hezitojnë ashta fillimisht për shkak se asaj që sa fëmia i tyre ka me mujt me mbajt bagazhin që jep pikërisht mbulesa ose të përcaktuarit ose të njohurit si një besimtar e praktikues në rrethin shoqërinë ku na jetojna. Pastaj janë sfida tjera, punësimi dhe pranimi në shoqëri, ndoshta më shumë sekret ajo çka ata në shikim parë japin me kuptu fëmijës vet që nuk pedojnë mbulesën. Krejt këto gjëra tjera e bojnë tani me ardh të vendimit që më i lor mos më ngut, krye fakultetin, punë soho, domethënë janë këto fjalë që vazhdimisht secilën është ata secilën prej neve e kanë ndjek, e pikërisht edhe me studentët. Amo elhamdulillah ka dashur Allahu që me arrit deri tash sa kemi pas përvoja mu balancu, dhe atëherë kur nashta kanë thonë që
Nashta s'kemi konë ma fëmijë jemi nëse te vendos mbulesën, kemi pas raste që ne kanë arë vajza të qaj, unë nuk po du me shty moshka, nëse në mu vdekja më zënesër, edhe unë po du me pas mbulesën. Po unë gjithmonë jam konë nga ajo që silluni mirë, silluni butësisht, përqafoni prind. Nashta nuk e keni shku ashtu si një fëmijë i vogël, po tash ka arkoha që ju pikërisht me shku, edhe më u tregu që mbulesa nuk ndryshon as pak. Nuk të bën ma pak punëtore, nuk të bën ma nxënëse, ma pak të mirë, nuk të bën vajzu se njëri ma pak i kërkum. Kur Allah hap dyrë, atëherë gjithçka tjetër është lehtësohet. Edhe elhamdulillah kanë arrit me transmetu, në bazë përvojave që kam, kanë arrit me transmetu këtë gjë te familjet e tyre. Edhe pse jo, mu bo shkaktare, pikërisht këto vajza që nashta shumë të vogla në shikim të prindërve dhe të familjes, mu bo sebeb që ato familjet të tëmve me fillu me namaz, me dash fen, me dash lidhjen me Allahun e shumë çka tjetër. Roli si nan padyshim se është sublim edhe qëndësor për secilin prind konsideroj, po sidomos nëse në këtë rast është nan. Qysh është ky rol për ty, qysh ka reflektuar në ty edhe çka ka nxjerrë në pa Fatimja me këtë rol? Normalisht prindërimi i shkon gjithkujt dhe është diçka që ndryshon gjithkan. Nashta më herët kemi menduar që s'kime ndryshu, po me të vërtet ndryshon, në kuptimin për mirë. Mëson ty qysh me konë e qetë edhe atëherë kur ti dush me ngrit zanin. Qysh dush me konë mos me kursu dashnin. Mendoj që një fëmijë që rritet me dashni, ai dhe përcjell dashni. Mos me kursu, se na kanë njerëz shpesh dina si prenda den më kon pak rigoroz në mënyrë që me mbajtë një baraspeshim. Mirë po asnjëherë mos me harru që me ja shfaq dashnin, edhe me e shfaq besimin, me fuqishëm që na besojnë ata. Edhe gjithë kjo tana edhe në punë reflekton. Ndryshe edhe një prind ta beson ty fëmin kur ti je nën vet. Se e din që ti atë çka nuk e don për fëmin e ton, shumë pak ka gjasa që ti m'ja bë dhe një fëmijë dikujt tjetër. Andaj edhe kjo të qenit nën, pavarësisht se të qenit nën ka shumë sfida, pavarësisht lodhjes që ti e ke në shtëpi, pavarësisht angazhimeve, pavarësisht asaj që ndoshta ndonjëherë fëmin e lën smutë, ti dush me dalë në punë, po ajo çka të bën me reflektua dhe më konë ndjeshme edhe më shumë ndaj të tjerëve. Fëmijët pavarësisht se janë të vegjël, kjo nuk do me thonë që na nuk mësojmë prej tyne diçka. Qysh ka ndiku ky lloj raportit e te dhe çfarë potenciali ka nxjerrën pa roli i nanës në raport me fëmijët? Padyshim ata kanë qenë motivi edhe përkrasit më të mëdhenj. Bile se kujtoj edhe sot sa herë që unë nisa se i kam pasur 2 fëmijë, vajza ka pas 2 vjet, ndërsa djali 4 vjet, kur unë nisa për ligjëratat e masterit. Edhe deri jashtë më përcjellin me thoshte "Selam aleikum, rantung mëso shumë, na këtu jemi, atë në formë ma hekshin ato detin se çka kanë me bota tash. Normalisht që ne i lisha dur të sigurta dhe nuk e kisha as më të voglin dyshim se ata janë mirë, por normalisht ata që janë ana e dinë dhe kuptojnë që për sa nuk je afër të, ti nuk je rahat edhe gjithmonë ke qef me konë afër tëmve. Mirë po ata më kanë mirë kuptu shumë. Edhe ju mundu që të njëjtën kohë, jo vetëm me dhënë mësim, po edhe me marrë mësim prej tyre. Gjithçka që na sjellje ose na fjalë që ata kanë thonë edhe mos më ka pëlqy, mënyrë e kom kthy mënyrë trurin mbrapa me thonë, a e kom shprehun që ta, ku e kam dëgju këto, edhe çka më ka bënë. Edhe asnjëherë nuk e kom thonë që ti dush me thonë faleminderit, më fal. Po në momentin që unë kom kërku diçka, jam thënë fal, a mundesh më apruv ose faleminderit që më apruvon ose kur më ka përçaf, faleminderit që po më përçaf, a di? Kom menduar që ta më ndje, edhe elhamdulillah e kom pa që ka pas rezultat tek ta. Janë fëmijë të cilat reflektojnë pozitivitet. Edhe ofrojnë dashuri të pakusht, edhe mundohen që jo vetëm dashni ndaj meje dhe ndaj bashortit, po krejt tjerët edhe me respektum. Normalisht duke u nis na shembullin më të mirë kena pejgamberin alayhis salam, edhe duke u nis për jetës pejgamberit alayhis salam, mundona me jetësu edhe mundohem që unë e kom pas gjithmonë me shumë dashni pjesën e prindërimit. Bile adin gjithmonë kom dëshuar ako më mujt më ja dal për shkak se shumë e kom dash. Edhe e di që shumë gjana që profesorat sa na kanë qenë gjatë studimeve, ku na ka treguar një ngjarje të ndonjë sahabi ose ndonjë gruaje shumë
shumë me vlerë shumë të madhe në islam, se qysh ata kanë punu me fëmijë, qysh i kanë nana, qysh i kanë bashorte, gjithmonë i kam shkruar dhe i kam rujtë që në të ardhmen kur t'jam me fëmijë mi apliku tek fëmija mi. Edhe shumë sana, për shembull, si me fitu xhenetin ose çka me bë diçka bashkë na ofron neve drejt xhenetit që e ofron tek gracisë të Allahut, e mundu me rujt atë hershit që me apliku sot. Andaj në kursena dhe munduna që dhe sot me ja transmetu edhe pikërisht studentëve fëmija që ato me i parashiku ose me paramendu të ardhmen e të invesjonana. Dashtë Allah, mderit shumë. Fatime, unë kam kohë që nuk e kom pa dikon për profesionin e vetë të folë me kaq pasion edhe me kaq dashni të madhe edhe mu bot tepër shumë qefi që të pata sot edhe që i ndam këto përjetime bashkë, këto ngjarje, situata në për cilat ti ke kalu edhe t'jam shumë mirënjohëse dhe falenderuse. Falenderimet e mirënjohja pa dyshim është edhe prej teje, për shkak se nëse jam këto jam pikërisht prej besimit tënde dhe vlerësimit që ti ke bën ndaj meje, edhe unë kam qef gjithmonë me i falenderu edhe me kon mirënjohëse për njerëzit që besojnë mu fuqishëm edhe që më përkrahin gjatë rrugës tem. Faleminderit ty edhe gjithë stafit që kanë bërë një punë kaq të madhe. Allah ju shpërbleft. Shikues të nderuar, ky ishte një tjetër epizod i përjetimeve të pashprehuna, ku patëm rastin me ndalë në disa momente më të thella e domethënëse të rrugtimit njerëzor. Mos harroni çdo përjetim i pathon, mban brenda një fuqi që mundet me ndryshu botën tonë të brendshme. Deri herën tjetër, kujdesuni për shpirtin e juaj e mos harroni me ju dhënë zau përjetimeve që u ambushin zemrën. Mirupafshim.